Gjendja shëndetësore e ish kampionit të Formula 1-s Michael Schumacher ka pësuar një lloj përmirësimi pas ndërhyrjes kirurgjikale për të lehtësuar presionin në trurin e 44 vjeçarit. Skaneri i realizuar gjatë natës tregoi se Schumacher është pak më mirë se një ditë më parë, thon mjekët, edhe pse paralajmërojnë se gjermani i famshëm nuk është ende jashtë rrezikut. Schumacher, 7 herë kampion i Formula 1-s, goditi kokën gjatë një aksidenti të rënd me ski në Alpet franceze dhe pas mbritjes në spital, doktorët e vendosën në koma klinike për të ndihmuar organizmin që të arrijë sa më shpejt ripërtëritjen. Vendimin e vështirë për një operacion të dytë i takoi familjes ta merrte, duke i dhënë dritën jeshile një procedure e cila nuk mund të ofronte garanci të plota suksesi. Ndërhyrja zgjati për rreth 2 orë. Aksidenti i 44 vjeçarit është subjekti mbizotrues në shtypin gjerman, ku shumë gazeta e portretizojnë si një guximtar, ndoshta pak të krisur. Për tabloidin Bild, kjo është betejë e jetës së tij. Ndërsa poshtë titullit të madh lexohet, Shumi e ka kërkuar gjithmonë rrezikun. Disa komentatorë si Stefan Froman i të përditshmes Die Welt pyesin nëse tërheqja nga Formula 1 në 2012 e ka shtyrë Schumacherin të jetojë më rrezikshëm. Ndërsa Frankfurter Allgemeine Zeitung i del në mbrojtje duke thënë se kushdo e akuzon që luan kumar me jetën, nuk guxon të bëj ato çfarë Schumacher bën gjithmonë, të rrezikojë. Mjekët të cilët po e kurojnë nuk pranuan të hënën të bënin parashikime afatgjata duke u mjaftuar me pohimet se po e ndjekin orë pas ore gjendjen e tij. 44 vjeçari gjerman është piloti më i suksesshëm në historinë e Formula 1-s me 91 gara dhe 7 kampionate të fituar përgjatë një karriere prej 2 dekadash.